Të shtunën në mëngjes, 18 vjeçari Ardi u zgjua nga zhurma e jashtë. Nga dritarja e katit të tretë, ai pa turmën që mbushte sheshin. Fllamuj, britma, një det koke njerëzish. Protesta e madhe studentore. "Qëndro brenda", i kishte thënë Jati në mëngjes, duke i shtrënguar shpatullën. "Ti je i ri, ke provime, leri të tjerët." Por Ardi nuk mund të rrinte, jo sot. Në orën 11 ai zbriti. Turma ishte më e madhe se sa dukej. Njerëzit këndonin këngët e vitit 97, por këtë herë me zëra të rinj. Diku mes tyre, ai vuri re një xhuf flokësh të njohur, nipin e tij, Eri, 16 vjeç. "Eri", bërtiti Ardi duke u përshkuar mes trupave. Eri ishte duke mbajtur një pankartë të madhe, me dorëshkrimin e tij të ngathët. Djali i vogël që dikur lutej për akullore, tani po lutej për drejtësi. "Çfarë po bën këtu?" e pyeti Ardi duke e tërhequr nga krahu. "Po protestoj Xhaxha", ju përgjigj Eri me sy të ndezur. "S'ka më rrugë tjetër." Pikërisht atëherë, skuadrat e policisë filluan të shtyheshin. Një granat tymi ra afër. Turma u përhap. Eri rrëzoi pankartën dhe u përkull për ta marrë. Dhe atëherë ndodhi. Një oficer i ri, duke dashur të shpërndante grupmoshën, ngriti shkopin. Ardi pa lëvizjen. Pa fytyrën e nipit 16 vjeç, pa mbrojtje, pa frikën. Ardi nuk mendoi. Ai hodhi veten përpara. Shkopi ra mbi kurrizin e tij. Ai u rrëzua, duke mbrojtur nipin me trupin e vet. Eri bërtiti. Oficeri u ndall, i shokuar. 2 minuta. Kaq gjati gjithçka. Kur Ardi u ngrit, me bluzën e grisur dhe shpatullën blu, turma ishte xhetësuar. Eri ishte duke qarë, duke i mbajtur duart. "Pse e bëre Xhaxha?" pyeti i vogli. Ardi e pa. Në sytë e tij pa veten 18 vjeçar, por pa edhe diçka më të madhe. Një brez që nuk donte më të ikte nga lufta, por të qëndronte përpara. "Sepse", tha Ardi duke marrë frymthell, "dikush duhet të mbrojë ty, që ti të mund të mbrosh të tjerët nesër." Aty, në mes të pluhurit dhe zhurmës, nipi i tij i vogël e kuptoi. Xhaxha nuk ishte ardhur për protestën. Ai kishte ardhur për të. Për të mos e lënë ta bënte atë punë, punën e të rriturve vetëm. Kur arritën në shtëpi, Jati i Ardit i pa nga dritarja. Nuk foli. U hapi derën dhe i përqafoi të dy. "E bëre atë punë", i tha të birit. "Jo", u përgjigj Ardi duke parë Eriun. "Nipi ma bëri atë punë." Ai më dha guximin.